A e dini që pa drejtësitë që të bëhen në jetën tënde janë pasqyra e pa drejtësive që ti, mashkull apo femër, i bën vetes tënde. Kur ndalon kjo, kur ti fillon të punosh me veten dhe të shikosh në kë drejtim, në kë fushë ti i sillesh në padrejtësi vetes tënde. Sa sakrifikon, sa gjëra bën për të tjerët dhe ke harruar veten tënde. Je femër apo je mashkull, nëse do të mësosh më tepër dhe do zgjidhje për padrejtësinë që të bëhet dhe ta kuptosh nga ka filluar ajo dhe ta lirosh, ta shërosh, jam këtu për ty dhe në privat, dhe në grupe, dhe falas çdo të mërkurët që bëjmë diagnosi dhe terapia për problemet e ndryshme që keni të gjithë ju. Së shpejti, po vi në Tiranë, të gjithë ju që jeni të interesuar të takohemi nga afër. Dhe asgjë nuk do jetë ndryshe që nga ato ditë. Prandaj vendimi është joti. Të falenderoj.